Flying Tiger Copenhagen hap dyqanin e ri në Kosovë. Dyqani në Albimal shënon zgjerimin e markës pas suksesit në Tiranë dhe Shkup, duke sjellë më shumë ngjyra, kreativitet dhe frymë skandinave për klientët kosovar. Nënkryetari i Balfin, Julian Mane, theksoi se partneriteti i suksesshëm me Flying Tiger tregon besimin e markave ndërkombëtare dhe strategjinë e grupit për zgjerim në gjithë Ballkanin perëndimor. Për herë të parë në Kosovë, grupi i Balfin prezanton markën e njohur daneze Flying Tiger Copenhagen, e njohur për produktet e saj plot ngjyra, idetë kreative dhe frymën karakteristike skandinave. Dyqani më i ri është hapur në Albimal, duke shënuar praninë e katërt të markës në Ballkan pas hapjeve të suksesshme në Shkup dhe Tiranë. Drejtori ekzekutiv i Flying Tiger Copenhagen, Martin Gjermin, tha se ardhja e markës në Kosovë pas Tiranës dhe Shkupit shënon një zgjerim të natyrshëm dhe një mundësi për të afruar edhe më shumë njerëz me frymën kreative dhe pozitive të markës. Kemi pasur sukses të madh në të kaluarën si në Evropën lindore, ashtu edhe në atë jugore, dhe tani që Tirana dhe Shkupi kanë pasur sukseset e mëdha, Kosova është një hap i natyrshëm përpara. Duam që t'ju sjellim buzëqeshje të gjithëve. Momenti që kemi tani me Shkupin dhe Tiranën është fantastik. Duam që të shfrytëzojmë këtë dhe na pëlqen fakti që ky është një rajon i ri dhe dinamik, me më shumë klientë dhe ku qartë mund të shtojmë më shumë buzëqeshje në fytyrat e të gjithëve. Më pëlqen të jem në dyqanet tona, duke vëzhguar klientët kur blejnë produkte, buzëqeshin dhe ja tregojnë kujdo aty. Atëherë e di që ne kemi bërë të mundur. Po, dhe kjo është të jesh danez, unik, i veçantë, i qëndrueshëm dhe para së gjithash sigurisht i përballueshëm. Ky zgjerim përbën një hap të rëndësishëm për grupin Balfin në konsolidimin e pozicionit të tij në sektorin e retailit si pjesë e partneritetit strategjik dhe afatgjatë me Flying Tiger Copenhagen. Zëvendës presidenti i grupit Balfin, Julian Mane, u shpreh se bashkëpunimi me Flying Tiger Copenhagen është dëshmi e besimit që markat ndërkombëtare kanë ndaj grupit dhe një hap i rëndësishëm drejt zgjerimit në gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor. Bashkëpunimi midis Balfin dhe Flying Tiger është një tregues i mirë i besimit që markat ndërkombëtare dhe të njohura si Flying Tiger Copenhagen kanë te Balfin Group. Kjo tregon edhe një herë që ne kemi investuar në partneritet dhe me partneritet kemi treguar që mund të ecim përpara dhe kemi bërë goxha arritje në këtë fushë. Strategjia jonë si Balfin Group është që të zgjerohemi, por jo vetëm në një nga shtetet e Ballkanit, por në të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor, pasi kështu bëhemi më të mëdhenj për vete, por edhe më interesant për brandet ndërkombëtare që vinë në Ballkan. Aktivitetet e veçanta të markës nuk munguan as në këtë hapje madhështore ku prerja simbolike e tortës dhe performanca e bendit nga Tirana Rituals krijuan një atmosferë festive. Me këtë event, grupi Balfin dhe Flying Tiger Copenhagen shënojnë fillimin e një kapitulli të ri në tregun kosovar, duke sjellë më shumë ngjyra, kreativitet dhe frymë skandinave për të gjithë vizitorët.